Të dashur shikues, si që dhe ceka pak më parë, këtë fundjavë e fillojmë me një bisedë në studio bashkë me Meri Shehun. Meri, mirë se erdhe, shumë kënaqësi si gjithmonë. Përshëndetje, kënaqësia është e imja, t'ju shikoj. Sot erdhe direkt nga Tirana, apo jo? Direkt, e ngritur që në gjesë dhe e bëra rrugën një sy hapur, një sy mbyllur, po erdha. Fatë mirësisht, po si gjithmonë po duke një shumë bukur. Faleminderit, dhe këtu e gjeta bukur ambientin, dhe të dashur, dhe të këndshëm, dhe të mirë pritur. Kur ishte hera e fundit që ishit në Prishtinë, zakonisht veni vetëm për punë, apo të njerë dhe për qef? Para një muaj jo, nuk kam ardhur për punë, kam ardhur për vete, për qef, për relax. Isha para një muaj dhe tash më prapë. Me sa duket më thëret Prishtina, ka një energji të mirë me mua. Kur veni për qef, se atë janë ato aktivitetit kryesore që keni qef zakonisht në i bo? Dala aty të shëtitoria, që eci në këmbë, pastaj shfrytëzoj këto banjat turke të këndshme, të pishinat me ujë të ngrohtë, kënaqem. Më thënë shplodhem. Prishtina është vend që të jep shplodhje, nuk ka ato zhurmat e mëdha të Tiranës të paktën. Jemi në muajin nëntor, kështu që unë po dalë direkt në temë për vete, kështu s'pari, të marë parasysh që jam shenjë e akrepit, njëjtë edhe jo, apo jo? Edhe unë akrep, do me thonë jemi bërë dy akrep. Dy akrep, ako. Mirë, shumë mirë. Nëntori në fakt është shumë muaj i rëndësishëm për akrepët, po jo vetëm për akrepët, po akrepi është shenja dominante, sepse jemi dhe në shenjën e akrepit tashmë, është dielli aty, por kemi një hënë të plot tashmë, hënën e plot e kishim në dem, po që është në diagonalen dem akrep. Dhe hënën e re që e kemi në datën 20 nëndor, që është në akrep. Kështu që këto shenjat e akrepit, demit, ujorit dhe luanit, do jenë shenjat që do marrin më shumë energji këtë muaj. Ose jeta atyre do ndryshoj. Por do ndryshoj shumë jeta e akrepit dhe demit, sepse ai Urani, që kaloi në verë në binjak, është rikthyer retrograd në dem për sëri, dhe kap të lindurit në 10-3 të demit, dhe të akrepit, dhe të luanit, dhe të ujorit, dhe i kthen një ndryshim të madh në jetën e tyre. Pra, jeta e tyre s'do jetë më siç ishte. Vjen një ndryshim, mund të jetë një ndryshim në jetën personale, mund të jetë një ndryshim në lidhje me punën, mund të jetë një ndryshim në lidhje me karrierën, me familjen, por asnjë gjë nuk do jetë ashtu siç ka qenë. Kështu që mund të themi që ky muaj është shumë i rëndësishëm. Jo vetëm për këto 4 shenja, por të gjithë do na ndryshojë deri diku jetën. Mos harrojmë që është futur dhe Mërkuri në shigjetar, po është i kundërt. Ju e dini atë performancën e Mërkurit retrograd. Kur themi në astrologë është kthyer Mërkuri i kundërt, çfarë ndodh? Mërkuri ka të bëjë me komunikimin, me mjetet e komunikimit, me ligjin, me dokumentacionet, me kredit, me firmosjet, me punët, me kontaktet. Është pikërisht planeti që na vën në lëvizje. Ju jeni dhe përballë zgjedhjeve të reja ose jeni konfuz, nuk e dim tash. Jemi konfuz, por me sa duket ky Mërkuri i kundërt është edhe për të rregulluar këto situatat që janë konfuze. Dhe për t'i çuar përpara. Si Mërkuri i kundërt nuk duhet të fillojmë një punë të re. Nuk duhet të fillojmë një marrëdhënie të re. Dhe kjo periudhë do zgjaset deri në fund të nëndorit. Por Mërkuri i ri në shigjetar i kundërt deri në datën 18. Kurse mbas datës 18 rikthehet në akrep i kundërt. Kështu që ne akrepët, unë dhe ti dhe shumë akrep të tjerë, deri në fund të nëntorit do shikojmë rikthime, situatash, sqarime, rikthehen shumë njerëz që kemi pasur në jetën tonë, por që nuk kanë ndenjur për një arsye ose për një tjetër, dhe rikthehen përsëri për ta zbutur këtë mosmarrveshje ose për t'u rikthyer, për t'i sqaruar gjërat. Për shembull, mund t'i kthehet një ish i dashur ose një ish e dashur ose një punë që e kanë lënë pezull, rikthehet për ta rregulluar. Prandaj themi që nëndori është një muaj që edhe duket sikur të pengon, por e të rikthen shumë shanse ose situata që nga tetori dhe nga shtatori janë lënë pezur dhe ndoshta do fillojnë të ndryshojnë jetën tonë. Ato shenja që ndikojnë deri në datën 18 më shumë nga Mërkuri i kundërt do jenë shigjetarët, binjakët, virgjëreshët dhe peshqit. Këta do kenë kujdes me punën, me firmosjet, me kredit. Nuk duhet filloj një punë të re, një lidhje të re, ose nuk duhet firmosin,
pa e kuptuar mirë se çfarë firmosin. Këto janë të paktën të dhënat, por mund të kenë fatin që në jetën personale të rikthehet dikush deri në datën 18, ose janë ndarë, ose janë keq kuptuar, dhe u shikojmë që shumë pinjak, shigjetar, peshq dhe virgjëresh, përveç se do kenë një sfidë në jetën personale, do kenë dhe një mundësi që dikush të rikthehet në jetën e tyre. Të marrë parasysh që tash shumë vite jeni afër shoqërisë, qoftë përmes emisioneve televizive, qoftë personalisht. Sa mendoni që ka ndryshuar ky skepticizmi tek shqiptarët përgjithësi për astrologjinë, po? Unë kam mbi 20 vjetë që jam prezent në media në Shqipëri, po dhe në Kosovë. Do me thënë, krahas Shqipërisë, unë kam qenë prezent dhe në Kosovë. Do me thënë, kur ke qenë ti shumë e vogël, unë kam qenë prezente në mediat e Kosovës. Skepticizmin mendoj që e kanë pak fasad ose si përfaqësor, sepse të gjithë kanë dëshirë të mësojnë diçka më shumë nga jeta e tyre. Dhe Shqipëria, trojet tona, kanë qenë të lidhura me astrologjinë. Astrologjia është nga shkencat më të lashta. Unë nuk dua të përsëris veten, sa veten në një emision e them astrologjia vjen nga lashtësia më e madhe e njerëzimit dhe është një shkencë, por ne kemi si të themi, të balsamosur edhe në gjuhën tonë. Për shumë, e hëna është ditë e hënës, e marta është ditë e marsit, e diela është ditë e dielit. Kjo është astrologji e pastër. Pra, ne nuk kemi qenë të shkëputur nga ndikimet e astrologjisë në lashtësi, nuk mund të jemi të shkëputur dhe tani. Kjo nuk do të thotë që njerëzit që besojnë, ose që besojnë, shumë të gjithë besojnë, ose s'ka njerëz që nuk besojnë, ka dhe ateist, po në përgjithësi njerëzit që besojnë. Astrologjia nuk i pengon njerëzit në besimet e tyre. Astrologjia ka qenë para çdo lloji besimi. Ka qenë shumë më përpara se sa të lindnin dhe besimet fetare. Megjithatë astrologjia i ka paralajmëruar ardhjen e Krishtit, ka paralajmëruar shumë gjëra që do ndodhin në botë dhe vazhdon dhe paralajmëron. Por nuk është se i pengon. Nuk thot astrologjia që ti mos beso. Apo jo. Por thot ti zhvillohu. Astrologjia këtë të thot, kur të zhvillohesh, kur të bësh një punë, nuk është se të lë ashtu në fatin tënd. Të presësh për më mirë. Të ndihmon që ti të zhvillohesh dhe të kuptosh kur është momenti që ti të bësh një punë, të bësh një marrëdhënie, ose kur ke fat më shumë, kur energjia e qiellit, se quhet fati, duket se kur vjen fati se një dhuratë, është energjia e qiellit, kur energjia e qiellit e ndikimeve planetare përshtatet me ty. Kur lind ylli jot, themi, edhe këtë përdorin në gjithë botën, edhe shqiptarët. Kështu që nuk besoj se janë skeptik, janë të zgjuar shqiptarët. Në çdo troje tonat, në gjitha troje tona, janë të zgjuar. Besimi është diçka shumë personale, astrologjia është diçka që e lidh personin me universin, por nuk përjashton besimin dhe atë çfarë do njeriu. Thjesht e zhvillon, e modifikon, e bën atë të ndjehet mirë, dhe të themi ne për shembull sot është një ditë e bukur, ose pse sot ka furtunë, sepse gjithmonë kur Mërkuri është i kundërt, koha prishet çuditërisht, sepse është shumë afër diellit Mërkuri dhe krijon ato hije dritat e veta dhe reflektohet dhe në tokë ndikimi i Mërkurit ose i pozicionit të tij. Ka shumë gjëra që e lidhin astrologjinë dhe me klimën, madje astrologjia është zhvilluar, është shpikur kryesisht për që njerëzit të dinin kur të mbillnin, kur të kornin, që të kishin më shumë produkte për të ngrënë. Pra, sepse në fazat të caktuara të hënës, ose në fazat caktuara të muajve, kur lindte dielli, ose kur ishte dielli më i fuqishëm, duhet bëje këtë punë bujësore, ose atë veprimtari që njerëzit të kishin produkt. Pra, astrologjia i ka ndihmuar njerëzit, është një shkencë, ose i ka udhëhequr në udhëtimet e gjata në odete, oqeane, e ku e diun se çfarë. Po, për këto 20 vite ka ndryshuar shumë çka në këtë aspekt, apo jo? Mua më duan shumë, nuk e di çfarë ka ndryshuar tek ata, po unë di që unë si Meri kam qenë e pranueshme, më duan. Tash ka dhe njerëz që ndoshta nuk më duan, por në përgjithësi mund të them, nuk kam pse të mos më duan. Është fjalë e madhe thuash të dua, nuk të dua. Të pranojnë ose nuk të pranojnë. Unë mendoj që më dëgjojnë. Ju dëgjojnë. Shumë.
Po besoj që gjithmonë kanë ato ndërpyetjet kryesore që ju shtrohen. Dashuria, paraja... Po ato janë gjëra thelbësore të njeriut. Për shumë ngrihet njeriu në mëngjes dhe do të di sa lek ka në xhep, ose sa lek do ketë gjatë javës, ose a do shkoj mirë me partnerin, ose a do gjej një partnere, ose një partner të ri, varet sipas rastit është burr apo grua. A do t'i ketë mirëmarrëdhënie familjare, a do bëj një fëmijë, a kur është momenti për të martu, kur është momenti për të bërë një fëmijë. Kur i vjen fati dhe çdo njeri do t'i di këto, ose do të ndihmohet që t'i di. Pastaj është vullneti i lirë që vendos, edhe ne e pranojmë vullnetin e lirë. Por ne shpjegojmë kur janë momentet dhe nuk jemi fatalist. Ne nuk themi që një gjë ndodh dhe ndodh kështu dhe nuk ndryshon. Pikërisht këtu është e bukur e astrologjisë. Që astrologjia i mësojmë gjërat, i dim paraprakisht, po që të dish diçka paraprakisht nuk është që e din kot, sepse nuk mund të dish diçka kot në këtë univers. E di që ta ndryshosh, ose ta lehtësosh. Nëse për shembull në hartën tënde personale astrologjike ke një lidhje shumë të vështirë midis Marsit dhe Plutonit, dhe thuhet që këtu do ndodhi diçka e vështirë, një gjë e dhunshme, ne që e dim, i themi njeriut e para përgatisim që kjo gjë të lehtësohet. Ta shmangim. Mase mund mos ta shmangim plotësisht, ajo është tendence karakterit të njeriut, por ne edhe mund ta shmangim që ajo të mos jetë fatale, mos jetë e vështirë fare. Apo jo. Ose kur shikojmë një lidhje të bukur, ne inkurajojmë një njeri, për shembull, mund të jetë një vajzë që s'ka fare, ose them se ka dijenin që mund të ketë një talent për shembull për showbiz ose të bëhet një top modele ose një këngëtare. Themi, ua, pas ka një talent për këngën. Thotë, ua, si ka mundësi. Por i them, po ta vazhdosh, po ta mirë mbash ose ta mësosh, mund të ecësh më përpara se ta kesh talentin, domethënë ta kesh aty opsionin, vërtet i lindo, por duhet dhe ta kultivosh. Apo jo? Pra, ka ndodhur shumë shpesh kur keni mujt me vrejt edhe një lloj talenti ose diçka që ka shërbyer ndoshta edhe për punën e tij. Ne i gjejmë në artet astrologjike çfarë talenti ka një njeri, ose çfarë shkolle presupozohet të ndjeki, ose ku mund të eci më mirë. Për shembull, i themi dikujt ty të ecën mirë për mjeksi, ty të ecën mirë për prift, ty të ecën mirë për shofer. Ka të dhëna të tilla, ty të ecën mirë për drejtësi. Pra, janë të dhëna që ne i shikojmë specifikisht aty dhe aty shikojmë edhe ku ka njerëz që kanë prirje për të rënë komplet prej një besimi, do me thënë bën, si të themi, thjesht të zhytur në një besim dhe nuk shikojnë gjë tjetër, dhe edhe kjo është një lëvizje jo pozitive, thot njeriu gjithmonë që çdo gjë është e vendosur, ose e di vetëm Zoti, ose e di vetëm natyra. Do me thënë, duke e përjashtuar veten e vet nga çdo lloj ndikimi. Jam shumë dakord, por edhe forcat superiore, edhe forcat e natyrës, edhe Zoti ka nevojë për brumin. Nëse brumi është, s'di ku është, do me thënë dhe ata nuk punojnë dot. Kështu që njeriu duhet mbi të gjitha, i ka dhënë unin, njeriu i ka dhënë vullnetin e lirë që ta punojnë. Pra, ka edhe njerëz që bien prej vetëm me një mendimi fatalist që do bëhet çfarë bëhet, unë se di se çfarë do bëhet, e kupton? Dhe e largon nga tendenca për të punuar, për të ushtruar, për të dhënë më të mirën e vet. Kanë mbetur edhe pak kohë themi deri në përmbylljen e vitit 2025, pak a shumë treguar sidomos për muajin nëntor edhe dhjetor se si të ndikojnë yjet. Ka ndonjë parashikim tash edhe për vitin 2026, kurse të jetë më me fat, kurse patjetër, meqense kam ardhur tash edhe si diet, a do vi muajin tjetër. Po në fakt, viti 2026 do japi të dhëna si vera e 2025-ës. E mbani mend që ka ndodhur verën e 2025-ës, ishte Saturni në Dash, ishte Urani në Binjak, sepse janë kthyer retrograd tash, janë kthyer në Peshk, Saturni është kthyer përsëri në Peshk dhe Urani në Dem, siç të thash. Por gjatë 2026 ato do jenë standard, Saturni në Dash, Urani në Binjak dhe Neptuni në Dash. Kështu që do marrin shumë fuqi dhe ndikim forcat e zjarit, si Dash, Luan dhe Shigjetar. Këto do marrin më edhe energji po dhe kontrol, por do jenë në qendër të vëmendjes së forcat kardinale, Dash, Gafore, Peshore dhe Briciat. Këta do vjen në një sprov. Gaforet mbas verës
do vjen në sprov, mbas verës së 2026, se deri në verë kanë Jupiteri në shenjën e tyre dhe janë të mbrojtura. Mbas verës së 2026 do vjen në një sprov nga Saturni. Dhe Saturni dashi vjen në një sprov familjare dhe karriere. Kështu që pritet një 2 vite disi edhe me përgjegjësira të mëdha, po dhe me shumë rregulla dhe me shumë angazhime. Dashët do vjen në sprov. Dashët gjatë gjithë verës u vënë në sprov. E patën verën disi, sidomos dashët e lindur në 10 ditëshin e parë, jo të gjithë dashët. Dashi 2026 o t'i kapi komplet, 2026 dhe 2027. Kështu që dashët do kenë Saturn në shenjën e tyre, kështu që do jenë më të matur, nuk mund të bëjnë dot ato lëvizjet e tyre çapkëne, do jenë pre e rregullave dhe e ligjeve. Kështu që shumë dashë do ta ndjejnë peshën e Saturnit në shenjë të një mësuesi. Saturni është mësuesi më i ashpër, themi, më i rrept, ose ai polici që ngrej gjithmonë një tabel. Kështu që dashi dhe gabim më të vogël që të bëj del tabela. Kurse nga vera e tutje fillojnë dhe favorizohen luanët, nga vera e 2026, sepse futet Jupiteri në luan. Kështu që fatin e marrin, stafetën e marrin luanët. Prap luanët, dashët edhe shigjetarët marrin një mbrojtje nga se janë shenja zjarri, marrin një mbrojtje nga Jupiteri, po mos harrojmë që dashët do kenë Saturnin, sa do mbrojtje që të kenë, Saturni është ai që vendosi, i fryn gjithmonë birbilit. Kështu që kjo është çështja. Megjithatë, me futjen e Jupiterit në luan, gjërat do jenë më të gëzueshme. Ne do futemi në një periudhë që do dua më shumë të dashurojmë, të argëtojmë, të gëzojmë, të bëjmë dhurata, të shpenzojmë, të vishemi bukur, të vemi në festa, të vemi në teatr, do filloj të shkëlqej arti. Më thënë nga vera e 2026 e tutje, gjithë këto të dhënat e luanit fillojnë dhe marrin dominancë. Do të besoj më shumë dashurisë, do duam të dashurojmë, jo më të jemi si përfaqësor ose të luajmë me ndjenjat, siç lozëm vitin e kaluar me Jupiterin në binjak. Lozëm me ndjenjat e të tjerëve, me ndjenjat tona, jepnin fjalën, zmanin fjalën. Tashi jemi futur me Jupiterin nga fore deri në verën e 2026, është më mirë, më e ngrohtë, duam njerëz që të na tregojnë dashuri ose të familiarizohen me ne, ose duam që ne të familiarizohemi me dikë. Kurse pastaj mas verës së 2026 duam të dashurojmë vetë, të dalim dhe ta ndjejmë gëzimin e dashurisë, të artit, të së bukurës. Kështu që do shikojmë gjëra të bukura. Por mos harrojmë që ka stacione, pra siç thash, Saturni në dash që shpesh herë vë dhe rregulla loje. Pra nuk e lë fare fushën pa rregulla loje. Megjithatë mes 2026 do shkëlqejmë edhe nëpër sporte, është luani është shenjë e sportit, është leje edhe lojrave me të fatit, e bixhozit. Mos harrojmë se ka dhe njerëz që losin. Atëherë fillojnë këto gjërat që na gëzojnë të paktën, që japin një lloj energjie pozitive. Shpeshherë komentojmë kur takoj për shembull unë një akrep tjetër dhe gjithmonë bëjmë skemi asgjë të përbashkët, edhe pse jemi 2 akrep. Si përcaktohet kjo pjesa ndoshta e tipareve nga tipar, sepse nuk keni lindur në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë, në të njëjtin vend. Dhe çdo vit ka energjitë e veta. Po dhe çdo akrep ka energjitë. Mund të jesh akrep i lindur në 10 ditën e parë, në 10 ditën e dytë, në 10 ditën e tretë. Akrepi i 10 ditën e parë për shembull udhiqet nga Marsi, nga Plutoni. Kështu që ai 10 ditën e dytë udhiqet tjetër nga një planet tjetër tashmë, ka nga Neptuni, 10 ditën e tretë udhiqet nga Hëna. Kështu që ka ca gjëra që jep ngjyrime komplet të ndryshme. Plus në hartën astrologjike, gjithë secili ka dhe shenjën e dytë, ascendenten që ngjendet me orën e lindjes, dhe kjo mund të jetë ndryshme për gjithë secilin. Kemi pozicionin e Hënës, planetëve të tjerë, kështu që një hartë e një personi është shumë e ndryshme. Ama në vijat të përgjithshme kemi disa karaktere të përbashkëta. Për shembull na pëlqen të jemi korrekt në lidhje me punën. I dua më të gjitha o asgjë. Jemi pasionant në dashuri, jemi xheloz. Na pëlqen siguria ekonomike. Pra, dhe jemi të qëndrueshëm në vendimet që marrim. Apo jo? I duam gjërat strikt. Po ne dum po, jo ne dum jo. Pra, kemi disa gjërat përbashkëta, po mund të jemi për shembull të lindur në vite shumë të ndryshme, në breza që japin energji brezash. Për shembull, brezi jot mund të ketë të tjera cilësi nga brezi im. Kështu që juve zhvilloni një mënyrë tjetër të brezit tuaj, ne kemi një cilësi të një, sepse vinë dhe me breza situata. Por ato që janë thelbësore, karakteristikat e akrepit,
Janë të bukura akrepët, janë seksi. Nga njerë, o janë shumë bjonde, o janë shumë bruna. Nuk ka mes. Nuk ka mes. Po përgjithësi, nëse i ndajmë kështu në bazë të shenjave të horoskopit, kur cilësohet ndoshta më i ndjeshëm prej shenjave, kush është më dominant, më lider? Tash lider janë këto shenjat e zjarit që janë dominante, që e nxjerrin energjinë jashtë, janë dashët, luanët, shigjetarët si lider. Por kjo nuk mungojnë këtu lider dhe shenjat e forta, ato që janë ujorët, janë akrepët, luanët dhe demët, sepse këto janë shenjat të forta, por gjithë se cili mund të bëhet lider në fushat e veta, apo ja. Shenjë delikate që mbytet nga ndjenjat ose nga parandjenjat ose ka ato fantazit e veta janë peshqit, janë gaforet, që janë shumë të ndjeshme, lunatike që rinë në guaskën e vetë, ose duan shumë dashuri, dhe janë shumë të ndjeshëm ndaj marrëdhënieve familjare ose njerëzve të afërt. Por ka dhe shenja që janë të ftohta, duken si delikate, por janë të ftohta si që janë binjakët. Binjakët për shumë janë tipa sanguin, të ftohtë, komunikativ, janë të logjikshëm, por në përgjithësi nuk është se kanë ndjeshmëri shumë të madhe emocionale. Kanë ndjeshmëri logjike, ose kanë zgjuarsi si të themun logjike, por nuk mund të themi që kanë debulesa të mëdha. Por sa kemi shenja shumë të forta, strikte, si që janë bricjapët, që udhiqen nga Saturni, të cilët vetëm me rregulla funksionojnë, dhe virgjëreshët, të cilat janë analitike, të kalkuluara, i masin çdo detaj, vonohen me çdo detaj, duan që çdo gjë të jetë perfekt para se të marrë një vendim, dhe perfekcioni nuk arjet dhe nuk marrin vendime asnjëherë, ose vonojnë shumë, i ikën momenti nga duar. Por që janë manaxhere shumë të mira, apo t'i futush në një punë me kalkulime, qoftë ekonomike, qoftë dhe në mjekësi, se i masin gjërat mirë, japin më të mirën, dhe mund të punojnë më mirë mbrapa kuintave, themi, mbrapa dritave, se sa në skenë. Po kush ndoshta e përbën çiftin më të mirë prej dy shenjave të horoskopit që ndoshta zakonisht janë më të përshtatshëm? Zakonisht, dy të kundërta përputhen, ose japin një ndikim të fortë, për shembull dash peshore, akrep dem, luan ujor, bricjap gafore. Zakonisht këto të kundërtat, sikur të rreqin më shumë energji. Po kjo nuk do të thotë që edhe shenjat e tjera, për shembull një akrep dhe një peshk nuk shkon mirë, se janë dy shenja ujë. Dhe mund të shkojnë shumë mirë, ose një shigjetar dhe një luan, që shkojnë shumë mirë, ose një dash dhe një luan, që shkojnë shumë mirë, pra janë këto shenjat e zjarit midis njëri tjetrit. Po zakonisht, të dy të kundërtat e zhvillojnë më shumë çiftin, sepse nuk janë të njëjtë, kanë shumë ndryshime me njëri tjetri dhe natyrisht e bëjnë lidhjen më me ngjyra. Po janë dhe lidhjet karmike, ato që s'përputhen fare, nuk është se janë të kundëra, po s'kan fare për shembull përputhje. Për shembull akrep me binjak nuk përputhen fare në koncepte dhe të dy nga që shikojnë një ndryshueshmëri kaq të madhe të njëri tjetri rinë me njëri tjetrin, aty ngatrojnë, por këto lidhje janë të destinuara të mos shkojnë mirë, sepse nga që s'kan fare përputhje vjen një moment që shkëputet ajo gjëja, nuk lodhet marrëdhënia, po dikush nga këta të dy mëson në këtë marrëdhënie dhe themi për këto mësimet karmike, ose themi karma. Karma vjen pikërisht te këto shenja që nuk kanë fare përputhje, si të themi, ose për shembull dash virgjëresh, ose dash akrep. Pikërisht karmike është dhe dash akrep. Janë vërtet udhëhiqen të dy nga Marsi, po janë krejtësisht të ndryshëm në neutropin, se si e funksionojnë jetën e ty, marrëdhënien dhe të dhënat në përgjithësi. Kështu që mund të themi dhe ujor virgjëresh, për shembull është lidhje karmike. Zakonisht. Zakonisht kur ne jemi në shtëpinë e parë, për shembull, unë jam akrep, shtëpia e parë, bëj lidhje karmike me atë që është në shtëpinë e 8. Janë 12 shtëpia. Zakonisht bëjnë lidhjet karmike me shenjën që është në shtëpinë e 8. Duke e marrë parasysh diellin, po duke e marrë parasysh ascendenten, njerëzit duhet dinë shenjën e dytë. Zakonisht merret shenja e dytë dhe shtëpia e 8 që lidhet me shenjën e dytë. E si ndikon ascendentja tek ne? Në cilën moshë të fillon me u vrejt më shumë? Ka ndonjë gjithë pamjen e jashtme ta jep ascendentja.
të dhënat e tua fizike, zakonisht të jep ascendentja. Për shembull, ti je akrep, por nuk e dim si e ke ascendenten. Shenja e dytë të jep performancën, ose aty fillon. Dhe kjo vjet re mas moshës 20 vjeç, sepse aty fillon edhe duket. Por ti merr ngjyrimet e kësaj shenje dhe shkon sipas kësaj shenje, jo se përjashtohet shenja tjetër. Duhet i marrësh të dyja në bashkëpunim. Për shembull, do të marrësh parasysh edhe që je akrep, edhe shenjën e dytë, e cila gjendet korrektsisht me orën e lindjes. Përmendet që një ndër gjërat që sa argjohemi në mëngjes, se cekët të shikojmë sa lek kemi, si kemi me kalu ditën. Kështu që edhe financat, po besoj që janë mjaft rëndësishme për jetën tonë, apo jo? Patjetër, është krijuar vetë të tillë, e kemi gjetur të tillë. E kanë krijuar të parët dhe ne e kemi gjetur kështu dhe na kanë mësuar kështu, që kur ngrimin mëngjes do shikojmë se si do funksionojmë, apo jo? Kush janë më stabile nga shenjë horoskopit? Po. Demët dhe akrepët janë dy shenja që e duan patjetër sigurinë ekonomike. Demët sepse janë në ajo shenja që njihet në formimin e shenjave si një fazën e embrionit që do të ushqehet që të rritet. Kurse akrepi është ajo faza që e kërkon sigurinë si mohim të zhdukjes, pra shikon si ekzistencë. Kur ka lek, mendon që ekziston, aty ekziston. Kështu që është shenjë vdekjes dhe jetës. Dhe me anë të lekut pretendohet që të vazhdoj. Kështu që këto dy shenjat janë më ato që e shkojnë më shumë mbas lekut, por kjo nuk do të thotë se tjerat nuk shkojnë mbas lekut, ose kemi dhe shenja tjera, peshorja për shembull që udhëhiqet nga afër dita, që është jo vetëm planeti i dashurisë, por është edhe planeti ekonomik. Dashët kryesisht që në shtëpinë e dytë kanë demin, që e duan lekun me patjetër, sepse janë njerëz që duan të duken, duan të jenë në qendër të vëmendjes, duan të jenë ta shijojnë. Ata janë kamikaz, si të themi, kështu që një kamikaz në kuptimin e mirë që do të shpërndahet në çdo moment dhe do të jetë në qendër të vëmendjes, patjetër ka nevojë për buxhet. Luanët që duan të blejnë dhurata, duan të jenë në qendër të vëmendjes, dhe dhuratat shtrenjta madje, dhe robat shtrenjta firmato. Nuk ka luan që nuk do një gjë firmato. Nuk mjaftohet luanit veshit blej një bluzë pambuku, le të jetë dhe i pasur, thonë ka dalë ky trendi që të pasurit fare nuk vishen, blejnë kështu gjëra firmat, po jo që bie në sy. Luanët qoftë të pasur, qoftë të varfër, në thonjza, se s'ka të pasur e të varfër në koncept, në konceptet thella nuk ekziston kjo, por ta zëm me lek ose pa lek, e duan një gjë që të bëj wow. Ose të shkojnë në një teatr, ose të bëjnë një dhurat. Dhe një luan që nuk bën një dhurat, nuk ndjehet mirë. Po ngjarjet e mëdha, si themi ndryshimet e ndryshme klimatike, krizat financiare, luftrat qofshin, i ndjen këto astrologjia? Madje këtë 7 vjeçar që ishte Urani në Dem, ne ndjem tërmete të mëdha, Shqipëria u tund 7 ballë vajti. Filluan luftrat. Ka 4 vjeta, 3 vjet që ka filluar në Ukrainë. Ka 2 vjet që ka filluar në Izrael, edhe prap bota është akoma sikur zjen. Edhe u rikthye përsëri Urani në Dem. Praktën priten deri nga pranvera e vitit tjetër, prap të kemi çështjen time dhe situata që mund të kenë të bëjnë me anën e klimës, paqëndrueshmëri, qoftë tërmete, qoftë, nuk them që paralajmërojmë tërmete, po themi që mund të ketë paqartësira, qoftë fenomene më të vështira nga se kemi parë, paktën priten akoma deri nga pranvera sa Urani është akoma në Dem, sepse Demi është toka, është stabiliteti. Urani aty e ka përshtjelluar kaq shumë, kështu që edhe në luftën e parë botërore Urani ka qenë në Dem, edhe tashmë që ishte Urani në Dem, të 7 vjeçarin e fundit, se 7 vjet Urani në një shenjë, patëm pandeminë me Uran në Dem. U mbyllëm të gjithë, na ndryshoi jeta komplet. Nga ato që e kishim të sigurt, filluam nuk hapnim dot derën e shtëpisë, do dilnim për jashtë. Pra, priten akoma sa të kaloj edhe 3-4 mujori i 2026-s që të rikthehet përsëri Urani në binjak. Pra, të na i lë rahat Demin. Përgjithësi, ju sa jeni aktive edhe në rrjetet sociale, sa ju shënojnë, ju bëjmë pyetje, ndoshta ato pyetjet më të shpeshta që ju drejtohen në rrjetet sociale, cilat janë?
Të gjitha. Kam shkollën, kam djalin në burg, kam kur do fejohem, kur do martohem, se për së vërtetës jeta jone shqiptarëve ka ndryshuar shumë. Njerëzit për të stimuluar ekonomikisht janë nxituar, se kemi dal nga një rend i vështirë, kështu që kam pasur dhe shumë fatkeqësira të tilla me ligjin, problematika, emigracioni, kam fëmijën këtu, do marri letrat, e kam me probleme ligjore ose shkollat. Pyetjet janë shumë të lidhura me jetën personale, pastaj edhe këto lidhjet e dashurisë patjetër. Por duhet të deni gjithmonë tamam kështu hartën se si duhet, apo jo, ku keni lindur, çka ju duhet juve? Data e lindjes, ora e lindjes, viti i lindjes, vendi i lindjes. Nga njerë më thonë, po emrin, ta japim, po mirë edhe emri ka rëndësinë e vetë. Por për mua, gjëja e parë që kërkoj është harta astrologjike, pra data e lindjes që unë të formoj hartën. Po, mendoni që ndonjëherë ka ndodhur që ndonjë politikan ju ka kontaktuar sa i përket këtyre? Po normal, ka edhe politikan plot. Politikan, biznesmen, ka plot. Ju besojnë në... Pse ju çudisi politikan? I shikojmë ne shqiptarë dhe edhe këte i shikojmë si diçka që na çudit. Bëjmë pyetje ndoshta pak më që ndikojnë në aspekte më gjera. Politikanët madje që janë zhvilluar dhe kanë arritur deri aty, marrin sa më shumë të kenë mundësi të përfitojnë nga çdo lloj informacioni. Nuk janë njerëz që rinë edhe zhyten në botën e tyre në shtëpi, nuk rinë në kuzhinë. Marrin përcithin nga çdo lloj informacion, direkt ose indirekt. Po, për shkak që për 20 vite kur keni fillu ju, pjesa e teknologjisë ka qenë thuajse e shuar komplet. Si ka ndikuar në avancimin e astrologjisë në përgjithësi teknologjia? Teknologjia ka ndikuar edhe mirë, edhe keq, sepse kur themi ka ndikuar keq është se duke marrë një informacion shumë të gjerë dhe të papersonalizuar, njerëzit nuk marrin diçka më profesionale. Kurse kur e marrin shumë të personalizuar dhe kur diskutojnë direkt me astrologun, atëherë i marrin gjërat shumë më konkrete. Është si të themi, marrin një informacion kur kontaktojnë. Kurse kur e marrin të zgjeruar, nuk është se marrin përgjigjen e dur, kështu që mund të gabojnë. Kjo është e mira dhe e keqja. Por, gjithsesi teknologjia është e mirë se të lë gjithmonë më shumë në komunikim. Pra, gjendesh më kollaj. Që të kemi atë pjesën e xhelozisë që e përmendim shpesh, sidomos tek shenja e Akrepit përmendet pjesa e xhelozisë. Ka po besoj dallim mes shenjave në xhelozinë, themi në një raport, një lidhje dashurie dhe xhelozia tjera, themi në pritshmëri në punë. Kush e ka xhelozinë më të rrezikshme? Më të rrezikshme. Ai që ka hallin më të madh, po besoj që shenjat më pasionante këto janë Akrep, ose që kërkojnë siguri idem, ose Dashi që është shumë shenjë xheloze, se është ekspresive, edhe Dashët janë shumë xheloz, nuk e pranojnë. Edhe peshorët janë xheloze. Por këto shenjat që kërkojnë më shumë siguri, luanët, pastaj luanët bëhen tiranik kur kanë xhelozi, sepse duan të jenë në qendër të vëmendjes dhe të mos jetë në qendër të vëmendjes dhe të xhelozoj për partnerin ose në punë, ndjehet që i ka hikur ajo, si të themi, i ka ikur krenaria vetë. Pra gjithë secili xhelozon në mënyrën e vet. Akrepi për pasion, luani në emër të dashurisë dhe të figurës, Dashi xhelozon sepse do të jetë i pari, ose më të jeti pa prekshëm në kuptimin që ai t'i ketë të gjitha. Demi sepse do siguri, xhelozon sepse ndjeti pasigurt. Në moment që ndjeti pasigur, Akrepi xhelozon se ka pasion, e ka me pasion atë gjën, do pasioni të jeti fort, ose e ka me, si themi ato vrasjet e pasionit, që ndodhin rastet caktuar. Pra është pasion, kurse tek demët më shumë ka të bëjë me sigurinë. Me sigurinë e vetë, dua të jem rahat, komod, mos të humb asnjë gjë nga ajo që më bën mua të jemi sigurt. Binjakët sepse janë dhe ata shumë xheloz, sepse nuk i pëlqen të ngelen vetëm. Duan gjithmonë një partner ose një partnere aty. Por nuk e kanë as nga pasioni, as nga siguria. Thjesht duan dikë që të ndajnë një mendim. Pastaj virgjëreshët kanë dhe ato xhelozi, por sepse kanë xhelozi logjike në kuptimin që si ka mundësi, sepse ato duan të lozin me mendjen dhe gjithmonë
xhelozia i fut në një lojë me mendjen e tyre dhe me partnerin dhe i mban në aktivitet. Duke menduar gjithmonë çfarë po bën partneri ose e tha kështu, pse tha kështu dhe futen në detaje, sepse kështu bëjnë ato, është një lojë shahu me mendjen e tyre. Kurse peshqit, për shembull, që janë romantik dhe të ndjeshëm, kanë ngjyra të tjera, ngjyra fantazie, romantizmi, por edhe besimi. Po humbën besimin, pastaj xhelozia e tyre lidhet me besimin, domethënë çështje besimit, dhe po humbën besimin kanë humbur gjithçka. Shoh shumë shpesh në emisionet televizive të shteteve të ndryshme që nuk ka mundësi që në çdo emision të mëngjesit të ketë një astrologe dhe të tregoj për ditët e gjitha shenjave të horoskopit. Cilat vende, cilat popull janë ndoshta më të fiksuar dhe më të lidhur me pjesën e Po grekët janë, sepse e kanë në të gjitha literaturat e tyre, në mitologjinë e tyre. Italianët po janë shumë, anglezët e kanë shumë, amerikanët e kanë shumë. Do me thënë, po ata që e kanë më shumë në predispozitën e tyre janë grekët, italianët, anglezët, por ke mos harrojmë dhe vendet arabe, sepse astrologjia pikërisht nga ata ka ardhur. Ka filluar atje. Ka edhe diçka interesante që ndoshta po na pret pak a shumë së shpejti. Për sipas juve. Në aspektin global ose çfarë? Në aspektin global. Të paktën të eliminojmë luftrat e mëdha, të vendoset paqja, të paktën nëse realizon Trumpi deri në pranverën e vitit që vjen, kjo është periudha më e rrezikshme. Pastaj nëse e kalojmë këtë fazë të rrezikshme, gjërat do shkojnë shumë mirë. Unë mendoj që vera e vitit 2026 e tutje do na gjejë më mirë. Ishte shumë kënaqësi e dashur të ishit sot pjesë e emisionit fundjavë. Faleminderit shumë për kohën dhe për gjithçka që ndat me ne. Edhe unë ju falenderoj shumë si gjithmonë. Kënaqësi.